بعد فالذين الذين اتبعوا الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاه والسلام وعلى مشير عز وجل وعلى شوقيته فاميلتي شوقتي سنجاب بستيكده بيت جثنا قدسه تحسن دي تناج كيمي عليه السلام تروار نظر مدرمنا سيكين الاجراءات që bëmbohen për namazet të teravis. Jemi në ligjëratën e radhës, apo teravinë e radhës, që është e 26 radhë, ku mbeten me shpresë që nesër është net tek, edhe është, do thotë natë e xhumë, e mbetim me shpresë që nëse komo me qenë edhe nata e 4 nëse eventualisht nuk ka qenë në një natë të shkuar, do thotë më herët nëse janë 23 apo 25. Përderisa është natë e veçantë, përderisa është natë e madhe, përderisa është një vallëj pako gjigante që këtë pako e synon çdo njeri me fitu, kisha pas qef që sunte me trajtu një çështje që sillet rreth natës e 4. E ajo është sebepet edhe shkaqet që ne na mundsojmë me arrit natën e 4 edhe nëse nuk është në natën e 27. Se ka mundësi me qenë në natën e 29, do të aty nuk e vim, po shumica dietarë kanë thënë që është në natën e 27. Mirë po dietarët i kanë lënë disa shkaqe dhe sebebe duke u bazuar në argumente fetare, të cilat shkaqe dhe sebebe ndoshta nëse i vim gati kanë më na mundsuar që të gjithë ne apo shumica dërguesa jonë t'ia çojmë natën e 4. Nga se nata e 4 nuk ka ku shkon. Është dhejqën e fundit, pasë është në netë tek e ka lesu Allah bazë po që. Sebebi i parë ka thonë lehoja është me i rinjallë apo me e aktivizu vetën në dhejqën e fundit të Ramazanit me namaz, me dhikër, me dua dhe me lexim të Kur'anit. Dhe normalisht është një badete të zakonshme dhe jo të runda, mirë po nëse e qëllon natën e 4 keme marrë hise tek shpërblime gjigante nga këto të gjithë ibadete, qoftë namaz, qoftë do thotë dhikr, qoftë lexim të Kur'anit apo qoftë të dua edhe lutje. Dhe i dërguar Allahu alayhi sallam do të ka qenë për atyre që ka bëj ijtihad shumë në dhjetën e fundit. Do të Aisha radhiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Pejgamberi sa ka bëu përpjekje mundi në dhjetën e fundit të Ramazanit, do thotë pasi lloj përpjekje që nuk ka bëu më herët, apo ndonjë natë, apo ndonjë ditë tjetër. E na kena shëmbulltyr plotësore pejgamberit sa. Pasi Zoti xhelalu ala ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju keni shembull, do thotë pejgamberi sa si do thotë shembull komplet se si adhurohet edhe se si duhet me Allahu te Allahu azza wa jalla. A dhe kështu ka që pejgamberi sa do thotë është mundu që me edhe maksimumin në dhjetën e fundit të këtij muaji të bukur të Ramazanit, bile ka pasur që me përfshin në shpërbim edhe familjen e tij. Do të thotë Aisha ka transmetuar gjumit krejve që edhe atë marrë me hisë nga shpërblimet parametrit të Allahut azza wa jalla në dhjetën e fundit, konkretisht në natën e 4. Me plot drejt pejgamberi sa ka thonë rahimullahu Ibrahim. Allah më shon në burrë i cili me fal namazate edhe e shef që gruja është jo dhe bojeftarin të vraku mas punë mas mive, edhe gruja është dërësu nga se është ma top fizikisht, edhe mure a fohet afer s'ka qep me më falë, edhe e lakë dorë me huj, edhe s'përkat në fytyrë grunë të tij. Me shenjë dashuria dhe respekti, edhe i thotë që falu bashkë në mune, dhe thotë namazate. Allah i thotë më shumë pas e të dyja me s'ka. Atë grua si la quat më falë natën, po ka që me përfshin shpërbime dhe burën e saj. E lakë dorën edhe e s'përkat të lejtë burën e saj në fytyrë në mënyrë që edhe burën e saj të mërë pjesë në shpërbimin e namazit të natës. Elementi dy që në mësonjeve dhe në lecon gjetjë në natës e 4 dhe që duhet në pas kujdesën mos të këtë dhe që fundit është me i falë terapit, do thotë me imani, me i falë me imam edhe me i përfërdu me imam. Nëse para këtyre ditëve, netve, ka rastis me i non të ravit gjysë, i falë 8,
apo ke dalë me arsye, në dhjeqën e fundit mundohë që mos me tik kjo mundësi, me falë dhe gjitha rekatët në imame. Nga se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men qama ma'al imami, kur kush e fillon namazin me imamin, hatta yansarif, dhe se imami ta përfundojë kutiba lahu qiyamul layl. I shkruhet atij se është falë tër natën. Andaj mos ditë pa nevojë, mos ditë pa arsye, dhe mundohu kjo dhjeqën e fundit që me rregullu këtë çështje, nga se ka mundësi që në natën e Kadrit e pastaj shkruhet se do të t'i falë më shumë se 83 minuta. Fjala e thejmë në enfishar, nata Kadrit është me vlerësa 1 muaj, dietar ka thonë që ki po të fillosh gabim. E çka do të thonë, është më me vlerëse 1 muaj. E tash është më me vlerëse 1 muaj, dihet që e kalon limitin e 80 vjetëve, e 4 muaj. Po sot pastaj është më me vlerë, ato e din vetëm Allahu azza wa jalla. A çështja e din vetëm Zoti i gjithësisë. Dhe Zoti e ka dhënë favori sqarimin, edhe një favori shkëllimin të caktuar për të treguar që kjo është vetëm për me t'ju shty, me ardhë edhe me falë, me ardhë edhe me që nuk në imami. Dhe shkëllimi gjigant nuk e din askush pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, në dhjeqën e fundit të Ramazanit, ka thënë dietarët është mirë që me i falë namazet që me arrit, të thotë, me i përfundu 1000 ajete, thot me 100 ajete. Për shembull, surja, po thotë El-Waqia, pastaj edhe sura tjera me i bashkë sura që kanë ajete të shkurtra, që kur të falë 2 rekate, me i falë me 100 ajete, nga se ai cili e bën një gjë të tillë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai nuk ka më ushqu për njerëzve gafil, ka më ushqu për atyve, do thotë që jam falë si duhet, edhe normalisht ka më pas shpëlimet e veçanta të Allahu azza wa jalla. Po namazin e dhjeqën e fundit, namazin e natës, me zgjat leximin, edhe pse zakonisht është zakonisht një gjë e tillë, do të jenë standard taravit, për pas për ashtu namazin e shtesë që zakonisht e bëjmë në dhjeqën e fundit me disa xhamata të caktuara. Çështja e katërt ka thënë dietarët është nëse s'ka mundësi njëri me falë namaz shtesë, ose s'ka mundësi taravih me falë spaku, me falë sabajin edhe yacin me imam me xhamat. Për shembull, do kush takon me namaz shtesë, prej orës 9. Ai vjen falë me neve namaz shtesë. Kur vjen puna me falë sabajin xhami, ai nuk vjen xhami me falë, pse u lo. Mas e va poshtë me falë fazën e sabajin xhami me xhamat, se sa marrë natë me falë me neve. Dhe nëse e di që s'mujtësh, nëse e di që s'mujtë për valodha, s'mujtë e qut, ose marrë falë sabajin xhami më mirë me falë, me flejtë që atë ku, e marrë sabajin me falë xhami, se sa marrë me falë Ramazanit dhe sabajin me falë xhami. Se ku me di sa namaz natën mi falë, nuk ka arrit se vapin e falës namazit farë sabajin në xhami. Ta thonë pejgamberi alayhi salatu në hadithin e Aishës, thotë men salla al-isha fi jama'ati fa kana maqama nisf al-layl, wa man salla subha fi jama'a fa kana salla al-layla kullahu. Ai cili e fal namazin e yacins me xhamat në xhami, i shkruhet Allahu azza wa jalla se është falë gjysmën e natës, nafile. Nëse ai cili e fal pastaj edhe sabahun në xhami, i shkruhet se ka falë të natën, do të namaz natën. Dhe kjo është lehtësim, është përgëzim nga Allahu azza wa jalla, për ata të cilët do të kanë ngarkesë, ka punë dhe normalisht nuk kanë mundësi me nuk bashkangjitur nimet e ibadete. Gjithashtu, prej elementeve që na ndihmojnë neve është besimtari duhet me i kushtu këtë të rëndësi në dhjeqën e fundit të Ramazanit, të arrit natën e Kadrit, dhe duasën e lutjes, nga se kush është ai që ka mundson tyje me arrit këtë natë është Allahu azza wa jalla. Kush është ai që ta mundson ty me ndje se kjo natë është për shembull nëse proma, ka qenë prom, është Allahu azza wa jalla. Andaj ne lutem Zotin që në këtë dhjeqë fundit mos me di kjo pako gjigante. Kush e dronë këtë pako, e dronë Zotin.
Andaj, çdo gjë është në dorën e Zotit. Kërkoj nga Allahu mirësitë e tij të paranorta. Nga se çdo mirësi është e duhur te Allahu azza wa jalla. Gjithashtu ka thënë dietarët, ka mundësi njëri për shkak të namazit që e bën natën, apo për shkak të lodhjes që e ka në punën, ka mundësi me lexuar shumë Kur'an, as me fal namaz nafile. A ka lehtësim për këtë njeri që quhet herë në mëngjes dhe punon, po ka lehtësim. Me lexuar 2 ajete në fundit të surës Al-Baqara, do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtetë ai cili i lexon 2 ajete në fundit të surës Al-Baqara, do të thotë i mjaftojnë për atë natë atij do të thotë si shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu për çështjet që i kanë thënë, do thotë dietarët është mundësisht do thotë me i net gati gjërat që nga net gati pejgamberi sallallahu në dheshën e fundit. Me dhe të gjënë që me arrit shpërblimin e natës e katërt. Për shembull, të na zakonisht nuk praktikohet një gjë e tillë, do të thoshë e itikafit. Që pejgamberi sa ka hyrë në itikaf dhe është mundu maksimum me nejt në xhami dhe me e madhru edhe me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Për çështjeve që buan zakonisht, do thotë prej natës e katërt e dikush e praktikon edhe prej dheshës së fundit, është çështja do të sadakatul fitr. Po zakati fitr, të cilën Allahu azza wa jall e ka bërë obligim për çdo person i cili është i lirë, çdo person i cili do thotë agjiron dhe normalisht është prej muslimanëve. Andaj zakati fitr zakonisht e najipët, do thotë monedhë në parë dhe pastaj fillon me udhën prej natës së katërt, do thotë prej nesër mbrëmje. Edhe pse disa dietarë kanë lënë që udhën edhe më herët. Dhe zakonisht destinacionin kryesor që na si xhami e bojmë, edhe unë si imam është që zakata e fitr zakonisht e mbledhim e të bojmë për medresen e Luginës së Kërshevës. Nga sa ajo është vatra e juën, do thotë e vetme ku frekuentojmë, do thotë nxënësit për ta mësuar fenë e Zotit, për ta mësuar moralin, për ta mësuar edukatën dhe për të mësuar pija tek e botës dhe për të mësuar pija e botës së tij. Gjithashtu ndodhë që njeri me vitu shumë për e panë jetën e mirë. Dhe Zoti të druar gjëmat, të druar vëzër, vlerësohesh në basë jetën mëra që e ki. Ka për njerëzën që nuk janë të zhurmë shumë, ama kanë jetën pastra të avaj të bëjnë shumë. Ka për njerëzën që kur krymë punë, janë të zhurmë shumë, dhe dopen që në për Allah, por për shkak një jetit jo të mirë, ata njerëz nuk marrin se hope ishte Allahu ose. Për shembull, kish shku të shtëpia pas teravis, edhe i ke thonë brusën e publiku flepa, ju blo. E le sahatin me singrat, ama njerën e ki mu qu natë më falë. Me falë të një rekat, e vetë. I ra me qiket njetë, edhe njërë me dhe Allah e ka zonë gjumë edhe grunë. Edhe i qu veç në sifirë. Ose i qu për namaz sabat edhe pas e mirë këmjetë. Edhe të edhe familja jote, kur që është më në gjezë në bje shkeq, thusë se pas në di sahatin më që se ku pas më falë, se ku në di sahatin më që se ku pas më lutë, se ku në di sahatin më që se ku pas më rajtë stifar më bëtove, për shkak që ti një jetë që ki po të mirë, Allahu të ashkun së kur se ku pas falë, qatë natë të rëpë se ki fleti knoqë. Ka thëmë pejgamberi alayhi sallam, inna me l'a'malu bin niyyat. Vepra shpërblehet sipas niyetit. E ki pas niyetin e mirë në zemër. S'ki mund me qitë praktik të Allah e ki zemërin e plot pashyve. Rasti i dytë është rasti atyre që kanë probleme shëndet. Para Ramazanit, për shembull murin e Recep Shaban, ka bu plan. Qitet Ramazan ku më ma ndryshe, qitet Ramazan ku më këtë aktivitet, qitet Ramazan ku më këto, ku më këto. E ka bërë të bëjt plan për mëmi niyetin e këtë pasër për Allah. Edhe kur hyrë Ramazani i vjen një smuj, i dhami punë dhe s'mu të folë. Do të folë unë shumë, ose karim, ose i paraqit e sëgjeri, ose avajnë aujt i paraqit e së puja mund. Shabon ki një etash, thot ku subhanallah. Mune e buna një që Ramazan me bu këto, po më roke kjo smuj e së përgoj asë një punë. Qa që kjo fejë bukur është? Që është e letë edhe përsosur,
Ka thonë pejgamberi Allah e ka mja praku këtë punë sikurse me pasuri dhe me pasqyrë shëndosh e mirë. Se ki me këtë njerë ka dosh me statu Ramazanit. Nëse Allah i një më shnet e kësha bërë këtë punë dhe atë punë. Andaj mos haroni me koni jetë në të punë që e bërë. Edhe punë për qëtë pishpjes, me harën gjami, edhe me fajë të rabi, bërë një jetën që për dalë pishpjes në shkun gjami për Allah. Që kjo është kumi e jotje. Çdo hap që e bën me harën gjami me pashë blenë. Çdo hap që e bën me harën gjami me të falë Allah një më gjuna. Çdo hap që e bën xhami me ardh me ngrit Zoti gradat të larta në xhenet. Që të hapët ti bën për xhami me shkurseva. Andaj këtë punë të tona janë vara për jetën. Familja ka thonë këtë fjalë dietare se thotë sa fojra të mëdha gjigante sa kodrat e mëdha. Thotë po shkak të jetës jo të mirë mbrana në zemër, thotë Allahi nuk e ka vlerën as sa vlerën e niveze, ka mos e ka. E sa punë të vogël e ka bërë dikush, ma të vogël se freza, ta Allahu ka pesa kodra gjigante për shkak se njeri ka qenë i pastër. Andaj këtë një jetë i morët. Edhe vajzë që ka të mëne, edhe namazë që fali mëne, edhe ju që vini në xhami. Qaç ma i qiltër një jeti, qaç ma i pastër një jeti, qaç ma afrët të Allahu dhe bashkë se batë kite nga të Allahu ma zogjë. Andaj duhet me dresh një jeti. Njëti është termometri, i cili termometr të kalzon ty se që shki raportën me Zotin. Dhe i cili termometr të kalzon ty se kjo puna tu ka pranua, tu ka pranua. Unë e ceka në një të në gjamia për e ceka, andë një të bimë, që shmetin njëne, a ka bërë punë për Allah. Elementi por është, ku që a bërë të punë një të mirë. Nëse a i nuk thotë faliminderit, që e ullë që me thotë faliminderit, edhe ti në një shkeqë, në ngushtuar qukësi, që shbeja kujta këtë punë dhe nuk e qeni pojë për thonë faliminderit. Kjo punë rezikuat, mu pranu të Allah, në ndyrë, ka thënë djetarët nëse e kry këtë punë, edhe ky njeri, përveç se nuk të ka thonë të i faliminderit, po edhe të njerëzit nuk e ka pranu që e ki këtë mirë, nëse ti e mërë rësht këtë mesele, edhe ndi e shkeq, rishkojnë mjetin tonë. Edhe e treta është, mos prit të bëjmë shpërbim për punën që e bërë. Së mos ata që ka misë të ka. Së mos ata që punoj mirë dhe mëj mirë. Allah më të kërë ka përshku njerës të sinqertë. Ka thonë në kinja me në të vejmë për një vëqë një lërë. La nuridu minkum gjezën më dhe shkura. Na jemi duke ju dhojnë juve bukë për Allah. Asë në të priti për juve falemderim, asë në të priti duar të rukitja, asë në të priti shumlim. Do e ku primëre. E tash, une e që këtë punë këdha para Zotit. Une e kom punë me Zotit, jo me juve. Me botë të mërë shëmohet, Allah, për një kry punë, në varësi, një njohës njerëzve, validime njerëzve për Zotit, Zotit mi të prej këtë punë të mira. Këtë mi të prej. Ama njëri mirë, që ka punë për Allah, e përqehu se përqehu dikush, i a reklamoj se reklamoj, i tha faliminderit se faliminderit, a i ka me po mirë. Unë e tash aktivitetet që i bëjmë për Ramazan. Mi pritë dhe të kolegë nuk i me më shku pravo shumë aktivije. Qëka të dojë të të shku? Më po qëti. Po shumë thanë. A u bëtë që ka shumë po. A duhet me ndarë në aktivitetet? Jo më dhe. Valla unë e duhet të po veç ato që i kom obligim. Pak mune për qëtër bojës, pak mune se bojë. Në të bëtë që ka pravo, për që në përnotë që ka e pak mune, veç me për ta pagu. Kjo tjerë që të kjo një ditë të më pagu, vesh du të më jetën e pastë, asha zotë në matë të më pagu. Vesh du të më pastë të më për Allah. Andaj, ka punë le mojë nëse të me ditë, a ka për një me hoqa, gjithë të vajtë që ima, a ka për një me tërdhënsi, a ka për një me trimi luft, a ka për një me lezu si Kuranit, shkyre këtë punë, a pe bon gatë. Sa Ramazan e ka përsuj. Njëherë e bon, a pa përsuj se bon, a i se ne ka për Allah. E kur të dëshmu e një Ramazan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, që ka përdo në dëshmu në shumë. Kur të fundin asë në armja dëshmu njerëzve punën tonë. Asë në armja ka zdu zemën tonë, a i cili i di këto sekrete, është a i cili është i shtatë të qenë amantin që të gjithë të ka bëva të që. Andaj kur mos e rështë shpresën, më bo njëri mirë. Me bo mirë për
edhe nëse nuk ta di njerëzit, nëse nuk thuj njerëzit, shqyrë ose faleminderit. Se funja fundit se cili ka me i vetë në forë, se cili vetë ka më shiku para Zotit, edhe se cili vetë ka me shku në gjenet ose në gjenet më dhalimit. Asë ki me shku më dhe moqë, asë ki me shku më halanin, asë ki me shku më filonin, vetë ki me shku, fika dhe vetë. Andaj duke më përgatit për këtë ditë edhe për këtë moment. Shkurtimisht, ishin disa elemente, njëtet të cilat në ndihmoj neve me qëllu natën e 4 që shpesojmë që i ke natë me qenës e brëma, dhe normalisht e kim lejnu rrejtë sociale, po nesër i kena 2 të mira, e nata e 4 që është e dreta. E pona mirë është duaja në shkaberis pas i vitis. E dyta mirë është në mas të rabis këna mi shpërdan 100 pak po. Edhe këto pak janë organizuar nga sektori i grave në gjami. Muallibja gjamis bashkë me gra me nëzoncët. I kemi edhe 25 pak nga kryesia e diasporës, ato pak janë pak matë veçanta, se tonët që të thjeshta, po ato janë matë veçanta. Tonët ja janë për këtë mive. Ato diasporës këna me japon veç atyre që e di një do, ose e di një do atë një nuk tjerë. Njeri, kush do me këshu që shka më kumë për Romi, këthejt e këshu Ramazanin e arshëm. Edhe fund është me në vetëm e me shpes që me qenës e përmanata e 4, kush do me të rëzu pasaj i vidrët për të adrese i të rëzon për një në Zotet Sonta, për se tonë. Zotë shkullero, për të më